Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirëseardhët në Vibe. I ftuari i parë është i ftuar që ju të gjithë e njihni tashmë. Ai është Armir Tola. Armir, përshëndetje dhe mirëseardhje. Përshëndetje, mirë se të gjeta. Faleminderit që pranove ftesën, është kënaqësi. Gjithashtu. Para se të nisim për rrugtimin tënd në Big Brother, para dhe pas daljes së saj, unë dua të njoh pak më shumë Armirin. Si do të përshkruaje veten me 3 fjalë? Unë me 3 fjalë? Po unë me 3 fjalë do ta quaja fjala e parë, do quaj energji, që do të thotë energji nga mjesi dhe im dark. Fjala e dytë humble, në anglisht ose në shqip, dikush që ka diçka brenda dhe ndjen për jo vetëm për vete, për njerëzit, merakose, të bëhet humble, të jesh i përulur përpara se çdo gjë. Dhe e treta i dashur jam në përgjithësi me këtë lloj njeriu që është mbi tokë. Me të gjithë? Në përgjithësi po. Se s'kemi qa humbim të jetë, që duhet jemi në rregull. Më the që ishe energjik. Energjik? Nga mëngjesi deri në darkë. Po dhe Red Bullit parakaloj Red Bullit. Po merr këtë energji kaq të madhe? Po energjinë e madhe ne e marrim vetëm nga një person, nash në këtë botë që ne jetojmë, që vetëm nga Zoti i Madh. Nuk kemi një shpjegim. Sepse unë edhe besoj çik shumë në vetvete, si njëri besimtar. Dhe ja sugjeroj çdo kujt të besoj. Dhe të besoj në vetvete apo në Zot? Të besoj në Zot e para, pastaj në vetvete. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo. Atëherë të gjithë të njohim nga Big Brother. Po, sepse unë isha personazh i panjohur, edhe mua sepse ishte Big Brother VIP, edhe më pyetën në fakt a je VIP? Tash unë s'kam lidhje me VIP-at sepse jam super VIP. Je super VIP. Po, kështu thashë, ishte në formë shakaje, po super VIP. Si ishte jeta jote para Big Brother? Jeta ime para Big Brother, domethënë, unë kam një jetë shumë aktive nga mjesi dhe im dark për shumë vite që e bëj, dhe si para Big Brother, si mbas Big Brotherit vazhdoj një jeta shumë aktive, vazhdoj të jem aktiv, nuk pushoj as si sekond. Dhe pavarësisht se mbas Big Brotherit ndryshon lloji aktiviteti, ndryshon çasja, bën përputhje aktivitetesh dhe po vazhdon intensiva akoma, nuk e shkëpuz intensivitetin derisa të mbi takati. Çfarë ka ndryshuar pas daljes tënde nga Big Brother? Atëherë mbas daljes nga Big Brother te unë nuk ndryshon asgjë. Sepse a mos e bë më i famshëm, si pas ka ndryshuar? Okej, çfarë ka ndryshuar në cilin drejtim? Tek Armiri apo në marrëdhënie me njerëzit? Okej. Në jetën tënde. Në qoftë se do flasim në jetën time, atëherë shumica e njerëzve kur shkojmë shohin, dikush flet, dikush nuk flet. Si ndihesh? Po i vlerësuar, me thënë drejtën. I vlerësuar, dhe njeriu kur ndihet i vlerësuar, sidomos për mirë, është një element që të përmbush në vetvete. Sepse njeriu në fund fare do edhe ti punon për të përmbushur. E kupton? Kështu që përmbushja mendoj që është një gjë e mirë, por gjithmonë nuk duhet ta marrim si vetkënaqësi, sepse pastaj krijon një crash dhe aty fillon problemi jot. Kështu që keep going life, same life, to be continue. Çfarë të shtyu të bësh pjesë një formati të tillë? Okej, është shumë e thjeshtë jam shtyu, sepse unë nuk është se u futa në Big Brother as për të bërë emision, as për sepse unë kam një kompani ndërtimi, kam 20 vjet inxhinier ndërtimi, edhe vazhdoj punoj për vete me të njëjtën punë, dhe nuk më shtyu ana e profesionit që por më shtyu ana sepse unë në vetvete unë do i bëja reklam kompanisë time, sepse është reklamim çdo gjë në këtë botë, ta kemi parasysh. Dhe të reklamosh një program të tillë është një ndër programet realisht më të mira për Skyrock. Skyrock do të thotë që është një shpërthim nga këtu deri lart me nivel për një kohë shumë të shkurtër. Dhe aq po mirë kur dikush mund ta bëj pozitive në drejtimin e vet. Dhe kjo më ka pëlqyer mua që më ndihmoi Big Brother për
për të njohur nga njerëzit, për të krijuar new connection, lidhje të reja, miq të ri, sepse në biznesin tonë ndërtimit ka shumë rëndësi, i thonë aty tarafi, lidhjet, sepse çdo lidhje krijon një merimang rrjete dhe neve na duhet gjithë këto merimang rrjete që të ecim përpara. A pate njerëz që të thanë që mos futesh? Po tjetër që pata njerëz. Gjysma e shtëpisë. Gjysma e shtëpisë nuk donin të futemi. Por basi kam dal gjysma e shtëpisë që nuk donin unë të futesha, ishim prapë të lumtur për çfarë kisha përfaqësuar. Ke përfaqësuar dignitet. Po unë do me thënë përfaqësu dignitet, se cili ka mënyrën e vet, por që unë mendoj që kam përfaqësu një djalë shqiptar që duhet prezantoja. Cili ka qenë personi që të kam mbështetur më shumë gjatë rrugtimit tënd? Në Big Brother? Brenda në Big Brother? Edhe jashtë, edhe pasi dole, edhe para se të futesha. Tani e para ka qenë familja. Pastaj kanë qenë shoqëria ime e ngushtë, do më thënë shoqëria që unë kisha rreth e qark, që unë kam mbështetur pa mas. Le të kalojmë pak tek eksperjenca jota. Po. Cili ka qenë ai moment, bëhet fjalë në Big Brother, që nuk do ta harrosh kur? Big Brother? Momenti që s'do harroja është realisht kur më erdhi një letër nga Goca, a kuptoj, një dron nga Goca, dhe ishte si burkuksion, si malok në si në mësume të qajtë, e kupton? Dhe ishte një element shumë i veçantë, sepse njeriu ndryshon perceptim brenda Big Brother. Nuk mendon siç mendojnë njerëzit jashtë. Krijon një lloj modaliteti trurit tjetër dhe aty qajta pa më e kuptuar që unë më erdhi pa dashje. Dhe ishte një ndër momentet më të bukura. Kam qajt për vajzën time. Pse e keni kaq vështirë që janë ju meshkujt? Po ne meshkujt apo ju që the unë si kuksion që jam? Po jo si kuksion, gjithë meshkujt në fakt përgjithësisht, thash unë si kuksion, po unë po përfaqësoj veten tënde dhe veten time. Pse e kemi vështirë? Po nuk qa burrit. Pse? Pse? Burri mund të çaj mrena, po nuk çaj jashtë. Pse? Sepse në këtë botë janë drejtuar gjërat. Një burri ka për detyrë të jetë i fortë, të jetë punëtor, të ecë përpara, çara vite ti bëj ku doje. Ty të ka dhënë për detyrë kjo jetë me qenë i fortë. Për çfarë? Për familjen, për fëmijët, për shoqërinë. Po nëse qan nuk tregon dobësi, nuk je i dobët nëse qan. Si? Atëherë në botën ku jetojmë ne, ta marrim për dobësi. Patjetër, s'bëhet fjalë. Ty ta marrin për dobësi çdo lloj gjëje që ndodh rreth e qark, dhe s'po ta marrin për dobësi, është absolutisht po. Kështu që nuk është se ne nuk qajmë, por burri do të jetë i fortë realisht, do të ketë atë gjën që të ecë vetëm përpara. Kush ishte banori me të cilën krijove një lidhje më të fortë? Po ajo dihet realisht është Stine. Ama të krijova lidhjen më të fortë dhe vazhdoj ta kem lidhjen më të fortë. Dhe bile po më bën dhe një surprizë Stine tani. Edhe do bëjmë një këngë së bashku, që unë s'kam lidhje me këngën fare. Këngë. Është një këngë me një element brenda Big Brotherit. Shumë interesant. Edhe shumë shpejt do vi. Sa lajm i bukur. Edhe ti do ta publikosh. Po patjetër. Patjetër. Po me kënaqësi të madhe. Po është interesante. Titull si ai s'keni dëgjuar ndonjëherë për këngë. Do ta lejmë surprizë. Surprizë. Po tjetër veç Stinës, po kam shumë shok. Tani, unë sa janë 39 banor, 40 banor, nga i parit e i fundit, unë kam i marrëdhënie korrekte. Shoqe? Po, shoqe Sabina. Sabina Mete. Sabina Mete me drejtimin e emisioneve sportive, dhe ma të krijova një marrëdhënie shumë, po edhe gjithë gocat e tjera i kam shumë shoqe. Të gjitha? Po. Ka ishtë tipi shoqërueshëm i ti? Më kanë dhe i kam. Dhe jo vetëm gocat, por dhe qumë. Domethënë marrëdhëniet e mia me to janë korrekte totale. Tani me të gjithë nuk besoj të kesh pas marrëdhënie dhe të vazhdosh. S'kam pas marrëdhënie, por kush është ai person që nuk e gjetet atë kurrë atë gjuhën? Unë? E përbashkët. Unë kam një problem që nuk e vlerëson aq. Jo, unë nuk i vlerësoj të gjithë.
secili ka elemente vet pozitiv negativ, edhe unë kam pozitiv negativ vetë si personazh, dhe ato mund të kenë pozitiv negativ, por që unë nuk u futa në atë program për të parë një tmet dikujt. Por unë mendoj që gjithë kanë ato të mira të këqija të veta, kështu që unë nuk maj mëri me asnjë nga ato që kanë qenë Big Brother. Bile nga të gjithë unë i respektoj deri te limitet që ne kemi me njëri tjetrin. Kështu që nuk mendoj që kush mendon që ka bërë lojën më të keqe? Lojën më të keqe? Atë lojën më të keqe, për mendimin tim, si mendim strategjik, është lojë e rrezikshme dhe e keqe njëkohësisht, është Rogerti bën një lojë shumë tashme. Rogerti, domethënë, u fut allin. Ajo e Rogertit ishte, domethënë, ose 100% këtej ose 100% ande. Do thotë ishte shumë e rrezikshme. Sepse ai realisht unë e kam taku jashtë, nuk është ashtu personazh, por aty brenda bëri një lojë që ishte e frikshme. Ti je qenë 100% vetvetja? Unë kur jam fut armir, kam dalë armir double, armir në 4 orë. Armir në 4 orë është 2-4. Kështu që unë kam qenë armir dhe jam armir. Për çfarë mendon se të kam vlerësuar më shumë njerëzit? Po, shiko, ai nuk është program sinqeriteti në datë parë. E kupton, pra ne kam dalë ditën e 18-ën. Dhe po për çam vlerësojnë, unë mendoj që mua më kam vlerësuar për realitetin dhe për vërtetësinë që unë kisha, sepse unë asnjë moment nuk e kam menduar veten time të bëj një lojë. Aty kam qenë live armiri. Ti ke dalë që ditën e 18 ditë në darkë. Shumë pak. Por ka një element shumë bukur. 18 ditë, sigur kam nitë shumë më shumë për konfidencat që më kanë dhe njerëz. Si e përjetove eliminimin? Eliminimin, për zotin e përjetova, domethënë ishte, nuk e prisja me thonë drejtën që unë do dilja dhe dite, sepse kishte element edhe më dobët për të dalë. Edhe, por që unë çdo gjë e pres në këtë jetë me sportivitet, dhe ashtu e mora me sportivitet dhe me padurim shkova takova Gocën, që ajo kishte qenë duke më prit padurim jashtë. Ja ishte element shumë i bukur. Kështu që mjaftonin 18 ditë, sepse të jesh brenda Big Brother është diçka shumë e vështirë, është një ndër lojrat më të vështira që mund të bësh në jetë. Sot në këtë moment që po flasim, atë ndalon dikush në rrugë publiku dhe cila është gjëja që ke dëgjuar më shpesh? Mund kanë ndaluar në publik shumë gra shqiptare. E kupton? Se gocat e reja s'më lejnë. Pse? Po e din, jam burr i martuar me fëmijë, edhe në përgjithësi gocat nuk i ndalojnë. Nëse do të kishte ndaluar një gocë, një vajzë re. Po do më kishte ndaluar, do kishte respektuar, do kisha respektuar, do kishim lëviz secilin. Unë respektoj çdo lloj kategorie. Por ajo që më bë përshtypje është që fëmijët më donin shumë dhe nonat tona. Të mersi shumë. Thoshim faleminderit për djalin që je, kështu që ajo është një element që mua ma plotson zemrën edhe ma bë zemrën më. Dhe ndihesh krenar, besoj. Ndjem krenar për nonat tona, sigurisht. Siç mund ndihesh ti krenare për nonat tona. Patjetër. Ke refuzuar në një reklam, se ju pas daljes së Big Brotherit të gjithë bën një reklama. Unë e kam deklaruar edhe përpara. Disa i bëjmë falas. Një minutë. Atë falas e kam futun si limë, thonë drejtën. Edhe unë nuk bëj reklamë lek. As nuk kam për të bënë herë një tim reklamë lek, sepse unë lek që i fitoj me punën që unë bëj. Dhe kush ka nevojë me bërë reklamë, gjithë miqtë e mi që kam pas nevojë, sa do i vogël mund të jem unë, ja kam bërë dhe vazhdoj t'ja bëj pa lek. E kupton? I don't care about money, about reklam. Nuk e kam qëllimin tim njët bëj reklama për lek. Do me thonë ke refuzuar reklam. Do me thonë nuk kam refuzuar asnjë reklam, kush më ka thonë kam shkuar kam bë. Pa lek. Pa lek. Po nuk merr lek për reklam. Se kam parë disa që nxjerrin njoftime që do të bëjmë reklama deri në fund të këtij muaji pa lek. Po. Edhe ai është shoku im Casey, kam shumë shok. A kuptoj dhe Casey po bën një linjë shumë të bukur për vetën e vet, e kupton? Dhe ka thënë do bëj 2 muaj reklama pa lek. Bravo i qoftë. Dhe edhe këto 2 muaj që është një angazhim në jetën e vet, e kupton se ai po bën çdo ditë reklama. Ndryshe nga unë që unë nuk bëj çdo ditë reklama. Dhe
ai po bën gjën më të bukur që mund të bëj dikush. Dhe nuk ka dalë një artist nga Big Brotheri që thotë unë bëj reklama pa lek. Ma thuj cili ka dalë, përveç se me edhe Kesin. Nuk ekziston. Kushdo që bën reklama, unë mendoj që merr lek. Po dhe ajo punë është. Jo, është një ndër punët më të rregullta që ekziston gjithë botën. Por ajo që ka bërë Kesi është humble, që do të 2 muaj ka ndarë mendje nga jeta vet të Nëse bravo. Mos marrë lek, bravo i qoftë Kesit. Dhe jo bravo në qoftë mu, se unë e kam vendosur para se të hyjë Big Brother këtë gjë. Me veten time. E thash këto se të gjithë ju që dileni nga Big Brotheri nisni me reklamat, dhe jeni shumë të shtrenjtë. Jo të gjithë. Ato që merren me këtë sport, unë nuk merrem me këtë. Unë kam një kompani ndërtimi dhe unë marr shtëpia, shes shtëpia, bëj shtëpia, unë llaçetulla merrem gjithë ditën. Me që jemi tek kompania ndërtimit, si lindi rruga jote në ndërtim? Atëherë unë jam inxhinier ndërtimi, kam marrë një shkollë për inxhinier ndërtimi, duke pas vllajin tim arkitekt më të madh se unë, ai më futi në linjën e tillë. Vazhdova punova që i vogël, e kupton, kam punuar në punë në tunel Kalimashit, puna parë që unë kam bërë, e kupton, si inxhinier, dhe aty vazhdoj gjithë linja ime dhe dashuroja atë punë, sepse isha aktive, duke qenë një person aktiv, që nuk rrit dot në zyrë, se mua po të nglesh në zyrë, me mua ke marru punë. Pse? Po nuk rrit dot, jam impulsiv i madh. Je hiperaktiv. Goxha. Dhe ishte puna që unë adhuroja dhe vazhdoj të adhuroj. Dhe kjo që pjesa e ndërtimit më ka pëlqyer shumë dhe vazhdoj me kompani ndërtimit timen që sa vështirë është të drejtosh një biznes sot në Shqipëri? Sa vështirë është? Në Shqipëri. Nga 1 tek kush? Tek 10. 9.7. Pse? Është shumë e vështirë. Pse? Sepse Shqipëria nuk ka një standardizim të saktë biznesi. Është një lojë uqrish. Dhe kush e haj pa i dytin? Është shumë e ashpër. Kapitalizmi në bazë është lojë uqrish. Dhe do fitoj kush është alfa. Kështu që ti je alfa? Unë tentoj gjithmonë të jem alfa, dhe nuk mund të kem njëri përpara. Më pëlqen vetbesimi yt. Do vazhdoj ta vetbesoj veten derisa Zoti na merr frymën. Bravo. Cilat janë sfidat më të mëdha që has në biznesin tënd? Sfidat në drejtimin e tij. Po sfidat më të mëdha janë gjithë standardizimet të shqiptare që nuk janë të standardizuara. Problem me punëtorin, problem me likuidimet, mënyra, domethënë ka shumë probleme akoma. Ne kemi ecur një zhvillim shumë të lartë, por ka një cikël problemesh që na e pengojnë biznesin, por që gjithmonë janë të kalueshme. Ti më the që je hiperaktiv, je gjatë gjithë kohës në lëvizje, je shumë energjetik nga mëngjesi deri në darkë, por unë dua të di se si e ndan punën mes jetës personale. Patjetër. Tani unë pavarësisht jam hiperaktiv dhe jam shumë i lëvizshëm. Edhe punon shumë dhe je shumë energjik. Unë kam i procedurë tjetër që merrem shumë me vajzën. E kupton? Që merrem që në mëngjes, merrem kur e marr nga shkolla, ndonjë lojë masdite, kështu që ndarjen e bëj racionale, si me punën, si me familjen, si me shoqërinë, me të gjithë. Dhe mundohem të jap secilit atë që meriton. Kështu që jam racional në ndarjen e detyrave të mia që kam si person në këtë lloj faze që janë tjetër. Kush është Amiri larg kamerave? Larg kamerave? Po për zotin do të merreshet tu çonoj tjetër, po unë larg kamerave, unë nga mjesi deri në darkë unë do të bëj njerëz të qesh, që të jenë të lumtur. Dhe të jenë, unë nuk duroj për shembull të kem në tavolinë një person që vetëm rri dhe të fut atë stresin e vet dhe mundohem dhe atë ta ngrej në nivel emocioni lart. Bravo. Çfarë vlerëson ti më shumë tek njerëzit? Çfarë vlerësoj më shumë tek njerëzit? Po si tha Nart Ndoka, sinqeritetin, ka 3 elementa. Heqim tha mrapa kolpin para kolpin. Bëjmë shaka, se bëjmë edhe çik shaka. Patjetër. Çfarë vlerësoj më shumë te njerëzit? Dhe vështirë është kjo çfarë vlerësoj më shumë te njerëzit, po për ty s'besoj ti dhe vështirë përderisa ti ke familje. Unë një gjë vlerësoj gjën më madhe. Mirënjohjen. Është gjëja që unë e vlerësoj më shumë. Një mirënjohës është njeriu më i mirë dhe një mos mirënjohës është njeriu më i keq të botë. 2 elemente. Mendon se ka mirënjohës sot? Po. I pari jam unë. E dyta e ti?
Besoj. Jo, unë si jam mirënjohëse. Si e mirënjohëse? Do vazhdosh të jesh edhe mbrapa. Kështu mendon ti? Kështu ta sugjeroj unë ty. Faleminderit për sugjerimin. Ishte shaka, kjo unë jam shumë mirënjohëse. E di. Tash të ndërshtoj pak. Por që mos mirënjohësi realisht në këtë jetë është njeriu më i keq me. Domethënë mos mirënjohja mund të jetë edhe një gjë që ti nuk e toleron tek njerëzit. Unë mos mirënjohjen ndoshta ta toleroj, po unë s'merrem me ty. Okej, çfarë nuk toleron? Çfarë nuk toleroj? Vjedhjen? Se toleroj fare. Si një në çdo lloj drejtimi. Tjetër. Në çdo lloj drejtimi vjedhja është prapë gjë shumë e rëndom. Çfarë nuk po edhe tradhtin se kam qef ta tradhtia është shumë e rrezikshme. Ke tradhuar ndonjëherë ti? Në cilin drejtim? Bashkëshortor. Nuk e kisha këtu. Po unë të pyes për... Unë tim këtu në drejtim bashkëshortor, nuk tradhoj asnjë. Jam shumë i rregull. Bravo. Si e përkufizon suksesin? Suksesin? Atëherë, suksesin unë e përkufizoj me 2 fjalë shumë bukura që unë çdo darkë para se të flij në gjumë i them Zotit faleminderit për këtë sukses. Për çdo gjë që na jep. Dhe kjo është mbyllet me suksesin. Pastaj aktivizmi brenda vetes, ai na e ka dhënë dhe ai do na e marrë deri në momentin e fundit. Kështu që unë mendoj që vetëm fal atij ne bëjmë çdo lloj suksesi, çdo lloj gjë që bëjmë jetë. Cila është një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Okej. Këtu vazhdojmë, është skemë e bukur kjo. Një po realizohet të thësh. Ç'a ishte? Muzika. Një këngë për jetën, duhet një këngë jetën time. Dhe këtë po e realizon stime. Tani ëndra tjetër që do e realizoj patjetër është do të jem aktor filmi, me film. Pavarësisht se jam inxhinier, kam një kompani, kam punëtor, por do të jem dhe një aktor filmi, me film. Sa aktor je në jetën reale? Sa aktor? Jam aktor i fort. Në jetën reale je aktor? Nuk është mirë të jesh aktor në jetën reale. Atëherë të ta shpjegojmë ty shumë mirë. Në këtë jetë gjithë jemi aktor. E diti? Ne jemi në një jetë ku të gjithë po drejtojnë diçka. Po ta kapësh në bazë. You know what's Matrix? E di çfarë është Matrixi? Po. Atëherë ne jemi brenda një Matrixi që secili kemi një rol në këtë film të jetës tonë. Dhe unë jam një aktor jetës time, ti aktor jetës tënde. Tani, nga ky lloj aktori që unë jam një jetë, unë mendoj që jam aktor i mirë. Po të kalojmë në aktor filmi, ndryshon loja, ndryshon gjëja që do të thotë do ikim nga jeta reale dhe do futemi në atë surreale. Nëse do luaje një film. Po. Çfarë aktori do ishe? Negativ? Tani filmin unë kam unë do luaj film nga Kuksi në Londër do ishte filmi. A kupton? Edhe titullin e ka. Do bëja një si ka bërë një emigrant nga Kuksi, ka ikë deri në Londër, ka hedhë gjitha zit olive dhe ka bërë dhe i kompani të madhe atje dhe ka një emër mes Londrës. Ky do ishte filmi. Besoj është realiteti jot. Jo, është një pjesë e vogël e realitetit tim, po ky është një realitet i gjithë. Unë kam jetuar një vit në Londër. Edhe një vit në Amerikë. Për të gjithë ato që nuk të njohin. Po. Ti je i martuar me një vajzë mrekullueshme që e ka Minaura. Ta rujt Zoti. Faleminderit. Inshallah me ideal. Si është marrëdhënia jote si baba dhe bashkëshort? Çfarë bashkëshorti është Armiri dhe babaja? Armiri duke qenë impulsiv është e vështirë të mëshë Armiri. Po se një djalë impulsiv edhe për ty do ishte e vështirë. E kupton? Apo je edhe ti impulsive? Mbase. Kështu që me Armirin është aq e lehtë edhe aq e vështirë se dashmo i vështirë shumë dashin. Do me thënë meritat i shkojnë bashkëshortës tënde, që jeni patjetër që në një marrëdhënie të shëndetshme. Patjetër që shkojnë Armiri dhe bashkëshortë, gjithë shikoj meritat shpërndahen, nuk shkojnë vetëm dikujt. Por derisa po thua jam i vështirë? Jo jam i vështirë. Amat Armiri për shembull lidh nuk mahet dot Armiri, kështu që i ka meritat ajo. E kupton? Që të kam mbajtur lidh ty? Po se ka besimi, ja kam krijuar dhe unë realisht çdo lloj gjëje asaj që mos të ketë probleme. Është xheloza? Asnjëherë në botë, sepse si kam thënë asnjëherë arsye për të qenë xheloze. Po ti je xheloz? Unë? Po natën kur flet gjumë.
Natën. Ditën jo. Çfarë punësh bën në shtëpi? Ti ndani punë bashk? Apo je tipik burr shqiptar që Për zot, për këtë zihemi sepse kur isha në Big Brother unë bona të gjithë punët e dunjas, e kupton? Edhe kur shkova në shtëpi, më tha nuzja e plaka, po ti pas ke qenë njishmë, hajde futu herë. Edhe nga që nuk po merita ti shkojmë prapë nuzë që i bën vetë. ti nuk Ndihmoj patjetër. për çfarë? Unë di me gatu çdo gjë. Çe ke dhe kuzhinier? Unë di me gatu çdo gjë. Pilaf, makarona, tav patallgjonash. Bravo. Qa ka tav peshku, tav mishi, qa dush mund gatuaj. Por ti thua kush më lidh mu me gatu, kjo është problemi. Por që gatuaj, kur s'është nucja në shtëpi, marr gocën, gatuajmë bashk, e mësoj nga i qik, se kam qef ta fus në gjitha të lëra e gatimit, që të paktën të kulturohet i qik, të marrë i qik atë iniciativat, se do rritet edhe ajo, është bote ashpër sot. Dhe mundohem që ta aktivizoj, i bëjnë herë në i pilaf, në makaron, patate të skuqme, i bëjmë bashkë se ka fiksim fare. Po, sigurisht që unë kur kushtet të mbyllen, unë futem në aksion. Tani vajza është një moshë delikate. Është delikate, është moshë goxha interesante, delikate i them kur ti je në adoleshent, që është shumë e vështirë. Marr shkas nga brezi i sotëm. Është i vështirë shumë. Që është i vështirë, ndaj them është delikate. Çfarë është ajo gjë që a thua çdo ditë vajzës tënde? Atëherë, unë vajzës time çdo ditë i them që një tjetë njeri nga thparë. Tjetë e përullur në radhë dytë. Mos kujtoj që kemi në vërdal dhe të shikoj dhe të tjerë që s'kan. Sepse me këto fëmijë që kemi sot ne, këto mund të marrin edhe mbrapsht jermë, i themi ne në Shqip. Kështu që mundohem që çdo ditë të flas me çdo lloj gjëje që ajo të ulet nga ato që shikon rreth e qark. Sepse ato që shikon rreth e qark sot janë të mërshme, me thonë drejtën. Të gjithë në telefon, të gjithë me... Por du të përulim njërë, du ta ulim vetën, të shikojmë rreth e qark se që anë rrethon, sepse nuk jemi këtë jetë vetëm për vete, jemi edhe për tjere. Sa më shumë të kemi mundësi të ndihmojmë, do ishte gjëja më e bukur në jetë. Domethënë unë kur ndihmoj njerëz, I have goosebumps. E kupton? Është gjëja më e bukur që mund të kesh në jetë, të ndihmosh njerëz. Çfarë këshilli do të jepje sot të gjithë të rinjve? Të gjithë të rinjve, po i shoh që janë shumë dembela. I shoh që nuk janë aktiv. I shoh që kanë qef me fletë gjumë. Të jenë më aktiv. Sa më shumë aktiv, të jenë më shumë krijues, më shumë kreativ. Ka 7.000 mundësi sot, është shumë interesante se sa mundësi të jepen sot. Dhe i shoh sot të jepën mundësi në Shqipëri. Dhe me dasht sa dush, a ke takat. A ke vullnet. Ma beso. Është dita 69 që po protestojmë ne të rinjt. Po. Për mundësitë që nuk i kemi. Po. Për të gjithë kushtet dhe për të gjithë kauzat, dhe besoj që ka mundësi në Shqipëri. Mundësi. Unë mendoj që mundësi kanë, shiko, unë nuk merr me politikë realisht, sepse unë kauzat i din, po i shikon besoj. Kauzat i din shumë mirë. Shqipëria ka probleme sa të dush. Protesta është pa politik. Një minutë, pa politik është. Shqipëria ka probleme pa fund. Po mos kujtoti se dhe vendet e tjera në botë që janë bashkime evropiane me radhë nuk kanë probleme. A duhet zgjidh problemet tona patjetër. Mjekësinë kemi për turp. Arsimi është për turp. Tani këto janë gjërat që duhen rregullohen. Dhe ju bëni shumë mirë që dilni aksion every day, me dal çdo ditë. Jo 64, duhet të shkoj 164. Patjetër. Tani. Po. Para se të mbyllim intervistën, bashkëbisedimin, unë kam një rubrikë shumë të preferuar, që është rubrika që duhet të përgjigjesh për 3 sekonda. 1, 2, 3. Yes. Patjetër. Një fjalë që të përshkruan. Energji. Banori më i fortë. Big Brother bëhet fjalë. Stina. Banori më i fortë. Armini. Banori më strateg. Livernos. Një gjë që të bezdis. Vapa. Tjetër? Tjetër? Po së më bezdis asë i gjë. Kafe apo çaj? Kafe për zonë. Mal apo det? Vetëm mal.
Ditë apo natë? Ditë e natë. Mëngjes herët apo darkë vonë? Mëngjes herët. Libër apo film? Libër dhe film. Filmi i preferuar? Denzel Washington, The Gladiator. Libri i fundit që ke lexuar? Njerëz të suksesshëm. Nëse nuk do ishe inxhinier, çfarë? Aktor filmi. Personi që të frymëzon? Që më frymëzon mua? Tani në këto momente? Aura, vajza ime. Aktori i preferuar? Denzel Washington. S'ka më bjetë. Bjonda apo Bruna? Po bjonda e ke radhën sonde, Bruna e kësaj të shtunë. Bëjmë shaka këtë. Depends nga dita. Si për look, për pamje. Sportiva apo klas? Klas. Klas. Këngëtarja që preferon më shumë? Këngëtarja shqiptare apo huaj? Shqiptare. Shqiptare. Aurelia. Tjetër? Këngëtari. Këngëtari? Unë ta sash, kam pas dikur atë që kam shok sot e kam pas idhu. Dhe mu Stina më ka pas pëlqyer dikur realisht top form për këngëtar. Pastaj mbas atij është Aleksandër Gjoga. Veriore apo jugore? Po ne kena në shtëpi veriore Lali, çfarë do vazhdojmë? Tani këto janë pyetjet e E kuptova, shumë rubrikë interesante. S'të pëlqen? Perfekt, Perl. Perl. Gjëjat që bën çdo mëngjes? Po o, zgjuam nga gjumi. Gjëja që bën çdo mbrëmje? Flet gjumë. Ushqimi preferuar? Grosh. Vrap apo ecje? Ecje. Shpejt apo ngadal? Ngadal. Qet. Qet. E fundit një mesazh për të gjithë publikun. Një mesazh për publikun. Shpejt. Shumë mesazhe shpejt. Njerëz jeni njerëz të mirë, bëni gjëra të mira sepse ka një fillim kjo jetë, ka një mbarim, nuk do marrim asgjë me vete dhe kemi një rrugtim për një jetë gjithë. Kështu që bëuni njerëz të mirë dhe jepni sa më shumë dashuri everyday. Ti ke folur shumë pak për bashkëshortën, kështu që unë do doja një mesazh nga ana jote për bashkëshortën tënde tani. Shikon, nga që bashkëshortja nuk do të bëhet asnjëherë publike. Jo, po mos më tregoj. E kupton, nuk tregoj. Atëherë bashkëshortja, unë jetoj me bashkëshortën me gocën, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Është një grua shumë e mirë dhe respektoj maksimalisht. Respekti është mbi të gjitha, po pa të respektuar. E mori mesazhin, domethënë respekt. Mirëpafshim, kaq. Unë doja një mesazh. Faleminderit që ekziston. Nuk bëjmë shumë mesazhe. Jam shumë me faqe. Nuk je romantik ti? Romantik? Vetëm kur flegjëm. Falenderoj që ishe pjesë e emisionit Vibe. Çfarë vibe të dha herë emisioni Vibe? Vibe shumë i qetë dhe domethënë chill, që unë s'jam chill, jam online. Po chill ishte edhe ti shumë sakt. Edhe shumë mirë. Shumë mirë. Do t'ju ftoj një ditë për drek si staf. Patjetër do kemi kënaqësinë, do jesh gjithmonë i mirëpritur. Po doni, unë ju ftoj ditë për drek edhe si staf edhe t'ju jap fshat që vetëm doja jam. A kuptoj? Do jesh gjithmonë i mirëpritur dhe mezi po pres që të nxjerrësh këngën e re. Do publikosh, apo do vim këtu prapë? Ose mund të vish edhe këtu prapë, shumë faleminderit. Faleminderit. Sot kam ju të ftuar shumë të veçantë. Nëpërmjet punës së tij, ai ju tregon turistëve bukuritë e rralla natyrore të Shqipërisë dhe jo vetëm. Ai është Lyto Alliu. Lyto, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit që e pranove ftesën. Tani, përpara se të futemi në profesionin tënd, të flasim rreth guidave, rreth turistëve, çfarë duan shqiptarët, çfarë duan të huajt, unë do të di pak më shumë rreth teje. Kush është Lyto jashtë punës së tij? Shiko, unë kam 8 vite që punoj si mësues i gjuhës angleze, edhe i kam inkorporuar të dyja, si turizmin dhe arsimin. Kanë qenë pasioni im sidomos turizmi, dhe vitet e fundit puna në turizëm ka qenë akoma me shtuar le të themi dhe jam fokusuar më së shumti në turizëm. Më pëlqejnë shumë udhëtimet vet,
Domethënë realisht bëj shpesh edhe udhëtime vetëm, më pëlqen të eksploroj vende të reja, vende që nuk kam qenë, kryesisht në Europë pothuajse e kam mbyllur kryesisht pothuajse gjitha shtetet, më kanë ngelur disa, për shembull Angli nuk kam qenë akoma, në vende baltike si Estoni, Lituani që janë në planet e mia këtë dimër, pothuajse e kam mbyllur këtë pjesën e Rusisë, pjesën e Ukrainës, Moldavin, domethënë to lindjen këto janë. Por që më pëlqen shumë të udhtoj. Më thej që të ka pëlqyer gjithmonë që të udhtosh edhe të eksperimentosh, eksplorosh. Po unë doa të di se ky pasion dhe ky hobi kur u shndrua në një punë për ty? Kur vendose që ti ta bësh punë këtë? Atëherë unë e përmenda pak më parë që mbas se besosh për kam qenë që fëmijë më kanë pëlqyer le të themi udhëtimet, që fëmijë që doja të dhe veten time e shikoja le të themi në këtë lloj gjëje. Rastësisht vazhdova si mësues, pavarësisht se unë jam diplomuar si mësues, por që nuk i kisha plane për të futur në arsim. 2018 jam futur në arsim dhe paralelisht fillova direkt me udhëtimet dhe në 2020 fillova të eksperimentoja pak edhe me udhëtimet më shumë, të organizoja vetë, të organizoja hiking, camping, të organizoja tura të ndryshme dhe pastaj ishte pasion le të themi, ishte nga nisë çdo gjë nga pasioni. Pastaj nga pasioni derisa kaluan vite dhe po shikohesha më shumë si punë, sepse puna nëse pasioni nëse nuk ushqen me financa do të zhduket. Kjo ishte shumë e bukur. Edhe është shumë e vërtet. Patjetër që po, sepse neve pasion, por që do vi moment që do zbehet. Domethënë ti mund bësh një gjë për pasion, por do zbehet, po nuk pati një mbështetje ekonomike, se në fund të ditës. Ato të japin më shumë. Patjetër që po, sepse ti në fund të ditës jeton për një për të jetuar, për para, dhe juve që jeni moderatorë këtu, pavarësisht se pasioni që keni, por nëse nuk e keni një pagesë X e Y, nuk mund vinë, mund ta bësh një herë dy, por nuk e bën dot gjithmonë. Është shumë e vërtet. Çfarë ndjen ti kur largohesh nga qyteti dhe shkon në natyrë? Çfarë? Shiko, unë jam rritur në fshat vetë, edhe e di shumë mirë dhe pjesën e fshatit, e di shumë mirë çfarë kërkojnë kryesisht njerëzit dhe ajo gjë më shumë kohët e fundit njerëzit janë mërzitur nga përditshmëria e tyre, nga rutina e tyre dhe monotonia dhe duan diçka sa më autentike. Dhe Shqipëria ta ofron këtë lloj mundësie dhe fatmirësisht kemi akoma mosha prindërve tanë që jetojnë nëpër zona rurale apo nëse qytete të ndryshme, ato janë akoma ata Shqipëria e vërtet, të cilët mund të ofrojnë atij turistit një eksperiencë të paharrueshme. Pra një nga parimet e mia kryesore është që nuk dua të shes vetëm një udhtim, nuk dua një turist i cili vetëm fotografon, por dua të shes emocionet që ai person merr dhe ikën nga ai vend në mënyrë që do rikthehet me kujtime të bukura. Nuk do mbaj mend, më beson mua që një turist nuk do mbaj mend as ku diun sa metër ishte një kala, çfarë viti datoi, historinë, gjë, patjetër që janë të informacione përgjithshme, po në fund të ditës ai jeton për pjesën e eksperiencës. Me që jemi këtu tek puna jote, se çfarë do që t'jap, çfarë përshtypje do që të ketë turisti në momentin që viziton X vend, çfarë përfshin? Si është roli juaj si guid? Çfarë përfshin? Shiko, kjo varet tashmë sepse unë kryesisht bashkëpunoj ose me agjenci të ndryshme ose edhe vetë organizoj turet vetë. Nëse flas për organizimin e kampeve, patjetër që unë ofroj pjesën akomodimit të çadra, i kam të gjitha pajisjet, meqense po flasim për një, do të thënë kryesisht mos ngatroj që unë nuk bëj camping, le të themi që thjesht marr njerëz dhe shkojmë në mal, por që ne provojmë një eksperiencë të veçantë si për të parë dhe për shikimin e hapësirës. Disponoj 4 teleskop profesional, të cilët ju mund të shikoni planetet edhe objekte të tjera të qiellore, por normalisht që neve vendosim në zona remote ku ju mund të shikoni me sy të pastër rrugën e Qumshtit, shiun e meteorëve, ku piku do të jetë tani në datat 11 dhe 12-13 gusht, dhe 12 është piku më i madh ku brenda një ore bien mbi 100 meteorë. Kështu që është diçka e veçantë që është e re dhe jemi krenarë për këtë gjë, që si Star Campers Albania jemi të parë në Shqipëri, që kemi filluar dhe vazhdojmë që zhvillojmë pjesën e astroturizmit. Kam parë disa video tuajat në një mal ku bien yjet. Shpesh në njerëzit na pyesin fakta janë të vërteta, po më besoj që janë të shumë të vërteta dhe nuk kanë as teknologjinë AI, as Photoshop, as gjë fare. Të duhet vetëm energji pozitive, edhe të vishësh ngrohtë, sepse do rrim jashtë natën dhe të shikosh yjet. Po unë kur kam qenë më e vogël, kur shikonim ndonjë yll duke rënë, thonim që mendon një dëshirë se do plotësohet.
Fatmirësisht të njëjtën gjë mendoj dhe unë dhe mendoj që shumica e dëshirave të mia janë plotësuar, teksa shikoj ato, kështu që kështu do vi patjetër vetëm për plotësimin e dëshirave. Patjetër, dhe besoj që është diçka shumë pozitive sepse i lidh njerëzit me natyrën. Ajo pjesa kur shtrihen në bar për të parë rënien e yjeve është kontakti, është diçka shumë e mahnitshme dhe nuk ka të paguar, besoj që nuk ka të paguar. Në fakt unë doja të di diçka. Nuk e di se sa komunikim ke ti me personat që vinë të vizitojnë vende të ndryshme, po të rrim konkretisht tek rënja e yjeve. Ashtu siç e the ti më parë, është kontakti me tokën, me barin, me natyrën. Sa njerëz vuajnë nga ankthi dhe vinë pikërisht për këtë qetësim mendor, dhe sa efektive është qetësimi mendoror, shpirtëror? Shiko, ka diçka në fakt, ndonjëherë bëjmë shakas në theme që rënja e yjeve është diçka romantike. Patjetër që është diçka romantike dhe nuk mund ta fshehim këtë gjë, por që ajo gjë që unë i besoj fort është një terapi, ku njerëzit vinë edhe çlodhen edhe shijojnë atë lloj gjëje, shijojnë atë atmosferë. Fatmirësisht unë akoma për momentin jam duke marrë vetë me gjithë njerëzit, me gjitha rezervimet, pra i sqaroj vetë, i pres vetë dhe i bëj të gjithë shumica e proceseve të punës i bëj vetë, sepse dua që njerëzit kur vinë ta kuptojnë dhe ta shijojnë të gjithë atë gjën. Momentin e parë patjetër që njerëzit nuk hapen, por atje kur jemi në natyrë, mbas disa kohësh, mbas disa momentesh, ka njerëz të cilët shprehin opinione të ndryshme, mendime të ndryshme. Ka njerëz që mund të kenë fobi, kanë fjetur kurrë në çadra, si puna juaj për shembull, por që besoj që kur e kanë provuar herën e parë dhe nuk janë ndarë asnjëherë në kampingjet tona dhe vinë gjithmonë, kështu që unë do ta sugjeroja që ta provojë një natë në kamping dhe besoj që do ngelshë shumë e manitur dhe patjetër që është një eksperiencë që njerëzit janë duke e provuar më shumë. Gjithashtu neve kemi krijuar edhe një diçka tjetër, kemi krijuar një Star Campers Albania. Kica deri janë dy pjesë. Star Campers Albania është kryesorja që neve merremi vetëm me pjesën e paketave turistike që funksionojnë për stargazing, por nuk jemi duke bërë vetëm evente nëpër Shqipëri vetëm kur janë të shijoj meteorë, por jemi duke bashkëpunuar edhe me agjenci të ndryshme kur kemi edhe turistë huaj ku ne vetëm mund t'i bëjmë një shërbim të caktuar për 2 apo 3 orë në jashtë Tiranës apo diku tjetër. Gjithashtu kemi krijuar The Star Campers Albania Kids, ku është vetëm për fëmijët, ku fëmijët vinë dhe shijojnë pjesën e kampingut, ku ata është diçka scout, ku vinë mësojnë se si hapen çadrat, mbyllen çadrat, gatojmë së bashku, bëjmë hiking, bëjmë punët së bashku aty pjesën e kampingut dhe më besoj që është nga gjërat më të bukura. Kështu që të dyja gjërat janë fantastike që duhen provuar. Por ajo Star Campers Albania Kids është pa prindër. Kjo është një risi shumë e madhe. Neve sapo kemi mbyllur një kamp tjetër në Voskopoj, kështu që ka qenë fantastike, kemi patur gati mbi 25 kalamaj dhe e kemi shijuar pafund. Dhe një nga kushtet kryesorë tona është që pa telefona. Kështu që ajo shijojnë vetëm natyrën dhe patjetër që telefonat do ta përdorin 1 orë në mbrëmje për të komunikuar me prindrit e tyre, por që jo të rrinë me telefona. Sa është siguria e këtyre fëmijëve që të vinë, që ta lejmë prindrit pa merak? Shiko, kryesisht neve momentalisht në grupet kemi ato njerëz që neve na kanë besuar, na kanë njohur, por patjetër pjesë e stafit tonë neve kemi shumë njerëz të cilët bashkohen edhe na ndihmojnë, por edhe në mënyrë vullnetare, por paralelisht neve përpiqemi që t'i shpjegojmë prindërve të gjitha me detaje si funksionon, ku funksionon dhe patjetër që japim atë sigurinë dhe patjetër që çdo gjë jona është transparente me veten tonë së pari, patjetër edhe me prindërit. Çfarë duhet të ketë parasysh një person që vjen për herë të parë në Shiko, një nga gjërat është që mendimi im është që një person kur vjen në kamping së pari mos ketë komplekse. Do të thonë që do thotë që po shkojmë në një kamping, mase ju jeni mësuar me një hotel me 5 yje, por unë do të ofroja një hotel me një çadër me një galaksi yjesh, le të themi, kështu që edhe pra nuk ke nevojë për ato gjëra, le të themi, luksoze. Patjetër ne te kampingu kemi ato kushtet bazike, tualetet, domethënë ujë të rrjedhshëm patjetër, sepse ne gjithmonë bashkëpunojmë me bujtina restorante të ndryshme dhe vendosim në pranë tyre. Nëse doni të bëni barbecue, patjetër që ka pjesën e barbecues ose mund porosisni në restoran, sepse gjitha kushtet janë për të konsumuar një darkë në restorant aty.
dhe muzika me kitare nuk du bëjmë zhurmë me rreth zjarrit, sepse ajo e bën më atmosferë më të bukur, dhe normalisht që unë pranej përmenda pra nuk duhet të kesh komplekse, sepse kjo është e para ndonjëherë vinë njerëzit që ndonjëherë ka njerëz që vinë me shumë pritshmëri të larta, domethënë në këtë lloj gjëje. Por kur ti je, po më besoj që shumica nuk para vin kështu, shumica janë njerëz të cilët e duan kampingun, e duan jetën normale dhe duan të provojnë diçka autentike. Dhe mendoj që shumica edhe kur i propozon hotelin thotë jo jam më mirë në kamping. Cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë fillestarët? Ky sa përmenda, domethënë që shpesh i rritin shumë pritshmëritë dhe tyre dhe mendojnë se ku diun, domethënë kampingu, domethënë ose kanë krijuar iluzione të gabuara ose mendojnë që mund të vinë nga një eksperiencë tjetër jo e mirë kampingu nga diku tjetër dhe nuk janë shumë të informuar për këto lloj gjërash. Edhe kjo është ajo që nuk informohen. Pra unë mendoj që një nga pikat kryesore që ne nga dobësitë tona që neve si shqiptarë kemi është që neve nuk lexojmë deri në fund fare. Kështu që gjithmonë njerëzve ju sugjeroj që lexoni programin deri në fund. Programi gjithmonë shkruhet nga unë, domethënë e shikoj në detaje, sepse unë kur e shkruaj një program, e shikoj edhe në syrin e një turisti, jo vetëm në një syrin e një guide, sepse edhe kur udhëtoj vetë personalisht, unë nuk pëlqej të preferoj të udhëtoj me guida, por nëse jam në një qytet të caktuar të Europës, për 2-3 orë patjetër që mund të marr një guid, po jo që të jetë gjithkohës me mua. Të kalojmë pak tek yjet. Ti më the që patjetër është diçka shumë romantike. Unë do të di personalisht në lidhje me ty. Unë akoma beqar. E ka me vetë pala më pyetje. Mira është drejt. Por që nuk e di atë asnjëherë. Po që unë kam një pyetje më interesante. Që është? Je njohur ndonjëherë me ndonjë person që ka ardhur për guid? Patjetër që po, janë ekspertë. Lidhje romantike, kupton? Patjetër që po, dhe kjo ka ndodhur. Ka ndodhur? Patjetër që kjo dhe ka ndodhur, si ka qenë momenti i rënjësyjeve? Shikon, ka një gjë që masë s'ka ndodhur fiks në momentin e yjeve, kupton, ka ndodhur. Por që unë e kam parë një moment i cili është diçka shpirtërore që lidh ty me natyrën së pari dhe patjetër që me person tjetër. Por që unë personalisht më shijon shumë ta thjesht të shikoj atë rënien e yjeve më shumë. Që ta kaloj. Pasi person në krah. Patjetër nuk e fsheh këtë gjë, patjetër do më pëlqente me dikë tjetër, por jo kur jam në një event që unë e organizoj unë. Pra do pëlqente një diçka. Disa po më thej që ka pas gjë romantike me dikë, patjetër, por që përmbahesh patjetër që po unë jam në punë aty. Jam 100% në punë dhe patjetër kurrësi nuk ngatroj raportet e mia të punës me jetën time personale. Dhe normalisht që kjo është gjëja ime primare dhe nuk e negocioj asnjëherë. Okej, nëse do kishe një njohje romantike me një vajzë, ku do ta çoja? Ta merrem me vetëm me guidë normalisht tani, po ku do të çoje? Ku mendon se është vendi më i përshtatshëm da ja sugjeron? Atë do ta surprizosh. Pyet. Jo pyet, ku do në aty? Nëse do flasim për Shqipërinë, më pëlqen shumë llogaraja. Do ta çoje vajzën? Patjetër që po, është shumë e bukur sepse mund kombinohet mali me detin. Është nga pikat më të bukura. Domethënë që mua më pëlqen shumë në Shqipëri. Po yjet zbin atje. Patjetër që bien, sepse thash është një nga mali, është mali lart. Patjetër që bien edhe yjet atje. Kështu që është një pikë e bukur. Nëse do zgjidhe një vend jashtë shtetit, më pëlqen shumë Portugalia. Në Portugali? Patjetër. Cili ka qenë momenti më emocional me turistët kur i ke çuar në vende të ndryshme, nëse e mban mend? Moment emocional. Moment emocional që ata shprehen tek unë apo? Okej. Një gjë më të bukur për mua është kur gjithmonë kur unë kam mundësi dhe kam kohë i dërgoj turistët tek familja ime, tek prindërit e mi. Edhe ku në Qukës, Skënderbeu, qytet fshati, është midis Prenjasit dhe Librazhdit. Dhe kur mami im bën një gatim aty në byrek ose në gjë tjetër tradicionale, dhe ata lidhen shumë me këtë gjë dhe duan atë mikpritjen dhe kulturën shqiptare. Kjo është një nga momentet më të bukura dhe unë mund ta kem atë turistin 10 ditë apo 15 ditë nëpër Shqipëri, dhe në fund fare kur ai shpreh mendimet e veta, ai thotë që një nga gjërat më të bukura ka qenë shtëpia e Lytës. Pse nuk zgjodhe që vajzën me të cilën do kishe romans ta çoje pikërisht në vendlinjen tënde? Patjetër që është gjë kryesore, patjetër, por që ajo gjë që unë mendoj pikërisht një si parë njëherë është të njohja një herë me dikë, para se të shkoj në kamp tjetër. Patjetër që mund të shkoj te mamja si turiste, kupton?
Bravo, më pëlqen një. Cila ka qenë aventura më e bukur që ke bërë deri më tani gjatë gjithë rrugtimit tënd? Të jemi sinqert, gjitha aventurat kanë qenë shumë bukura dhe të gjitha kam ato kujtime dhe është një gjë interesante se kur mbaroj një udhtim dhe them kjo ishte fantastike, them si kjo s'kam për të shijuar gjë tjetër, por fiks mas një javë apo mas 2 javësh del një udhtim tjetër që është po aq fantastik, por ajo gjë më e bukur për mua që ngel gjithmonë është ky krijimi i kësaj eksperiencës së shiut të meteorëve, që është data 11, 12, 13 gusht. Kemi 6 vite që e bëjmë dhe kjo është gjëja më emocionuese që mund marrë nga njerëzit, sepse është gjëja më e bukur dhe njerëzit vinë lidhen me natyrën, lidhen me njerëzit, janë ata shqiptarët të cilët kanë jetuar në shumë shtete ndryshme të botës, se shumica nuk e kuptojnë këtë fjalë astroturizmi akoma, dhe janë ata shqiptarë të cilët vinë për provuar një eksperiencë të veçantë. Kështu që për mua akoma mbetet një gjë më e bukur. Ajo ishte patjetër pas udhëtime jashtë shtetit, sa duash me grupe pafund. Italia, Spanja kanë të japin kujtime fantastike. Hollanda shumë e bukur, domethënë kur dërgon grupe në Amsterdam, domethënë apo Bruges, që është i Belgjikës, apo në vende të tjera. Polonia pastaj është një vend fantastik që ta jep vetë eksperiencën e tillë. Pra kur ti shkon atje, janë njerëzit janë shumë të hapur dhe unë bëj shaka me njerëz dhe them gjithmonë që what's happened here stay here. Që njerëzit janë pa komplekse dhe për ta shijuar deri në fund fare atë ekspedision. Folëm vetëm për bukuritë, për momentet e bukura, për vendet më të bukura, por nuk folëm për sfidat. Cili është një nga momentet më të vështira që ke hasur në turn? Shiko, mendoja që kisha arritur vështirësi, patjetër vështirësi kur del në një udhtim, të gjitha vështirësitë do t'i kesh përpara dhe ne i marrim parasysh. Puna jonë si guid do duket aq e bukur, por besoj që është aq e vështirë. Jam shumë i sigurt që te shtëpia jote mendoj që me prindër zihesh ndonjëherë për një gjë dhe imagjino të kesh 50 veta aty që nuk i njeh fare, nuk i njeh fare dhe ti duhet vetëm duhet buzëqeshësh edhe ti duhet të menaxhosh gjithë grupin. Ka qenë një moment që s'ka për dal nga mendja ime, ka qenë një moment kur në Maqedoninë e Veriut jemi bllokuar në Borët mbi 4 orë, 2 autobusa mbi 100 veta. E ka qenë shumë stresuese dhe kemi pritur për 4 orë pa ndihmë, ndërsa fatmirësisht me shoferin e autobusit u detyruam që me shumë sfida të mëdha kemi dërguar një autobus lart në hotel, u kthyem, morëm autobusin tjetër dhe kemi ngjitur. Mase ishte edhe mendoja që kjo ishte një ndër vështirësitë më të mëdha, por ishte edhe një gjë që më ndodhi tani para 3-4 muajsh. Ishte interesante se s'm kishte ndodhur ndonjëherë kur në një udhtim në Bosnjë shoferi harri autobusin pa naftë. Në mes rrugës kemi ngel pa naftë. Nëse këto sfidat janë të bukura, janë aventura në vetvete edhe këta. Të ngel autobusi pa naftë nuk është sfidë e bukur dhe nuk do e fusja tu. Ato është pak për të qeshur. Se të griset pak goma jam okay, e kupton se mund përfshihen atë gjë, por pra ndodhi pa pritur, po jo të lësh autobusin pa naftë. Është për qeshur. Për qeshur tani që tregojmë, po më tregon pyesësh pra në momentin atje ka qenë strëndës. Tani unë përpara se të vazhdoj tek rubrika ime e preferuar, ku do përgjigjesh për 3 sekonda, do doja shumë një këshill ose mesazh nga ana jote për të gjithë turistët, por jo vetëm të huaj dhe shqiptarët. Për mua si fillim e kam thënë shumë shpesh dhe them mos u joshni nga paketat e lira. Kjo është një nga gjërat më kryesore sepse do ta paguni më shtrejt. Dhe gjëja tjetër është që lexoni deri në fund fare programin, sepse nëse nuk e lexoni programin deri në fund fare, nuk do kuptoni dhe nuk po e dini ku jeni atje dhe normalisht që kjo gjë nuk do shijoni pra udhtimin ashtu sikurse ju e kishit menduar. Tani nisim tek pyetjet e shpejta, do përgjigjesh për me specia. 3 sekonda, jo. Okay, alright. Det apo mal? Det. Çadër apo shtëpi druri? Çadër. Lindja e diellit apo perëndimi? Lindja. Zjarkampi apo qiell me yje? Po të dyja bashk? Jo. Qiell me yje. Udhëtim vetëm apo me grup? Vetëm. Verë apo dimër? Të dyja do t'i doja, por që verë. Një vend në Shqipëri ku do kthehesh gjithmonë? Shtëpia ime. Një fjalë që e përshkruan natyrën për ty? Qetësi. Një fjalë që të përshkruan ty? Durim. Luto të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video?
Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.